Propozim ligji i qeverisë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka provokuar partitë politike shqiptare që përbën opozitën, të cilët menjëherë kanë reaguar kundër të njëjtit. Bashkimi Demokratik për Integrim, parti pjesë e Frontit Evropian, thotë se ky propozim ligj që synon të zëvendësojë balancuesin ka strukturë të paqartë dhe është jo produktiv. Sipas integristëve, kjo është një përpjekje për të zhbërë një nga shtyllat më të rëndësishme të marrëveshjes së Ohrit. Ky ligj është zero për shqiptarët, nuk do të ndalemi deri në rikthimin e balancuesit si mekanizëm i vetëm ligjërisht detyrues për të garantuar barazinë në administratë. Zëvendësimi i kalkulatorit të saktë dhe transparent me raporte vjetore dhe trupa koordinuese që nuk kanë asnjë fuqi për të detyruar institucione të respektojnë përfaqësimin, është në vetvete një akt politik që prodhon padrejtësi dhe dominim etnik institucional. Kundër ligjit në fjalë kanë dalë edhe nga SHE-ja e Erben Taravarit, të cilët për më tepër kanë rënditur 5 pika përmes të cilave nga ky subjekt kanë sqaruar se pse ligji nuk bën dhe është i papranueshëm. Mungese e garancisë për përkatësinë etnike, mungese e mekanizmave detyrues për përfaqësim të barabartë, mungese e sanksioneve për mosrespektim të ligjit. Trupi koordinues një organ formal pa fuqi reale, asnjë zgjidhje për zëvendësimin e sistemit ekzistues të balancuesit. Ligji në fjalë kanë përshëndetur nga koalicioni Vlen që është pjesë e shumicës parlamentare, thonë se për një vit në qeveri kanë realizuar atë që Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e bëri për 22 vite sa ishte pjesë e qeverisë.